Shpresoj që në të ardhmen të bëhem një këngëtare e mirënjohur si Dua Lipa e Rita Ora. Një figurë frymëzuese në botën e muzikës, i cili me pasionin dhe përkushtimin e tij udhëheq kursin e muzikës për të rinjt. Me shumë vite eksperiencë si muzikant dhe edukator, profesor Rasim Gashi ka krijuar një mjedis kreativ dhe motivues për të gjithë ata që duan të zhvillojnë aftësitë e tyre muzikore dhe të ndajnë dashurinë për artin e muzikës. Sigurisht, një rrugtim i ri i ka edhe pengesat e veta dhe vështirësitë e veta. Nga viti 2014 pas përfundimit të studimeve të muzikës, unë vetëm pata angazhu në mesimdhënie, në disa shkolla këtu në komunën e Klinës. Pastaj nga viti 2017 vetëm jam akomodu në shkollën e Smetraci, ku dhe ende jam atu. Pastaj nga viti 2014 që patëm fillu me gjitha aktivitetet, sidomos në fushën e muzikës. 2016 patëm vendos që me sjell diçka të bukur për Klinën, duke llogaritë se në Klinë ka shumë talenta dhe ne i kemi besu rinisë të Klinës, ku vazhdojmë të besojmë dhe do të vazhdojmë përjetësisht derisa ne do të jemi këtë rrugtim që me të vërtetë ka talenta, me të vërtetë e duajnë artin dhe vendosëm i hap një kurs modest, kështu po e quajnë në fillim, deri sot ku jemi edhe këtu. Në fillim të kursit, ata nisën vetëm me instrumentin e pianos, ndërsa sot kanë mbledhur rreth vetës edhe instrumente të tjera. Ka kërkesa, është interesimi, ka reflektimi, ka talenta të bukur, ka zëra të bukur, ka nxënës që të duajnë muzikën, punojnë për muzikën dhe vazhdojmë të sjellim diçka të bukur për qytetin tonë. E padyshim që për të arritur rezultate të larta me nxënësit, duhet të punohet fort me ta. Shikot, mirësh me muzikë, sidomos me art, është shumë gjë e bukur, sidomos të fillosh nga mosha e re. Dhe ne zakonisht kur të vinë kurs këtu, zakonisht unë e përcjelli gjendjen e tina dhe e shikoj në fillim çfarë niveli është. Nëse është nga pika 0 dhe s'ka informacioni, sigurisht që na fillojmë pej zeros, pej sendeve elementare, e deri tani ku pasko deri te vendosja e interpretimit në instrument ose vendosja e këndimit. Për shkak se piano dhe këndimi i udhëheqin dyat bashkë. Gjithashtu, ky kurs karakterizohet edhe nga pjesëmarrja në festivale të ndryshme. Gjitha angazhimet që i kemi brenda qytetit të Klinës dhe jashtë asaj, për shkak se agjenda kursa shumë e ngarkuar me aktivitete, gjitha festivalet brenda dhe jashtë Kosovës, ne kemi nxënës që fal talentit tyne dhe punës tyne, kemi marrë pjesë edhe në festivale edhe në Shqipëri, ku pas asaj kemi ftesën në këtë vit, domethënë në qershor do të jetojmë për Gjermani dhe Francë, një prej nxënësve të super talentuar që ka këtu, po kursi unë gëzon një numër të mirë të nxënësve të cilët janë punëtorë dhe janë shumë talentuar. Fal një bashkëpunimi të mirëfillt mes nxënësve dhe profesorit, Kleida, Suela dhe Ema arritën të triumfojnë në këtë fushë. Profesioni jam që më pëlqen shumë është muzika për me këndu. Mua më pëlqen shumë piano dhe në të ardhmen shpresoj që do të arrij shumë me piano. Muzika më ka pëlqyer gjithmonë shumë, qysh kur kam qenë fëmijë më ka pëlqyer ritmi, melodia, edhe muzika në përgjithësi. Shpresoj që në të ardhmen të bëhem një këngëtare e mirënjohur si Dua Lipa e Rita Ora. Pjesëmarrja e tyre në për festivale i shtyn ato të punojnë më shumë me veten. Nada e sole, n'aria serena, dopo una tempesta. Morë pjesë në festivalin e Muj Krasniqit, po ashtu edhe njohunin Edugaxhinit e shumë të tjera. Kam filluar tani me piano, por në të ardhmen shpresoj që të jem edhe në festivalet të ndryshme. Kam marrë pjesë në shumë koncerte edhe festivale të ndryshme, ku kam korrë sukses. Festivali më i parë ka qenë Lyra Fet, ku kam fituar çmimin kompozimi dhe interpretimi më i mirë. Pastaj në festivale të shumta brenda edhe jashtë Kosovës, kam marrë pjesë në festivalin Diamond Fest, ku kam marrë vendin e parë në kategorinë e parë. Pastaj kam marrë pjesë edhe në Maqedoni, edhe në Shqipëri. Mendoj që pastaj kam marrë pjesë edhe në Gjermani, ku më është bërë ftesa ENKA që të përfaqësoj Kosovën në 3 qytete të bukura të Gjermanisë.
Ky kurs nuk është vetëm një vend ku mësohet muzika, por një hapësirë ku zhvillohen talentet, forcohet bashkëpunimi dhe ndërtohen suksese të vërteta. Rrugëtimi i Klejdës, Suelës dhe Emës është një dëshmi e qartë se me përkushtim, punë të palodhur dhe mbështetje të duhur, ëndrat mund të bëhen realitet. Cosa, una giornata e sole,